Kardiologu i epurdhër, hani me njëherë këto 11 ushqime, ulin kolesterolin. Ndryshimi i ushqimeve që hani mund të ulë kolesterolin dhe të përmirësojë gjithashtu yndyrnat e organizmit në gjak. Duke shtuar në dietën tuaj ushqime që ulin LDL-n, pjesën e dëmshme të kolesterolit që kontribon në bllokimin e ngushtimit të arterieve, është mënyra më e mirë për të arritur një dietë të ulët në kolesterol, e quajtur ndryshe si dieta e kolesterolit. Sipas WebMed, në këtë video do të rëndisim ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietës suaj, të cilat do t'japin rezultate fantastike në menaxhimin e këtij shqetësimi. Ndaj, sipas WebMed, do të rëndisim disa nga ushqimet të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj për një menaxhim më të mirë të luhatjeve të kolesterolit në trup. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Tërshëra është një nga ushqimet më të çmuara që mund të shtohet vërtet lehtë në dietën tuaj. Një hap i parë i lehtë për të ulur nivelin e kolesterolit është të hani një tas me tërshërë rregullisht në dietën tuaj, me drithra të ftohta ose me bazë djathi në mëngjes. Kjo ju jep 1 deri në 2 gram fibra të tretshme shumë të nevojshme për rastin e kolesterolit. Shtoni një banane ose disa lule shtrydhe për një tas me tërshërë. Udhëzimet aktuale të ushqyerjes rekomandojnë marrjen të 20 deri në 35 gram fibër në ditë, me të paktën 5 deri në 10 gram që mund të vinë nga fibrat e tërshërës. Ndaj në këtë rast mund të keni një zgjidhje shumë të mirë ushqyese, sidomos nëse vuani nga shqetësimet e kolesterolit. Elbi dhe drithrat janë të mira për rastin tuaj, në menaxhimin më të mirë kundër luhatjeve të forta të kolesterolit në gjak. Ashtu si tërshëra dhe elbi dhe të gjitha llojet të tjera të drithrave mund të ndihmojnë në uljen e riskut të niveleve të riskut të zhvillimit të sëmundjeve në zemër, kryesisht nëpërmjet fibrave të tretshme që ato sigurojnë, mund të kthejnë një alat të vërtet të organizmit tuaj kundër problemeve që sigurojnë edhe luhatje të kolesterolit. Në dietën tuaj fare lehtë mund të përfshini gjithashtu edhe fasulet. Fasulet janë veçanërisht shumë të pasura me fibra të tretshme. Ato gjithashtu do të ndihmojnë për t'u tretur më mirë, çka do të thotë se ndiheni më energjik pas konsumit të tyre. Kjo është një arsye pse fasulet janë një ushqim shumë i dobishëm për njerëzit që përpiqen të humbasin në peshë dhe gjithashtu të jenë një zgjidhje efektive kundër luhatjeve të problemeve të kolesterolit. Patullxhani dhe përfshirja e bamjeve në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit. Këto dy perime kanë kalori të ulta që janë burime të mira të fibrave të tretshme, që mund të kthehen në një alat të vërtet të mbrojtjes së organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Arrorët janë një zgjedhje shumë e mirë pasi janë të pasura me yndyrna omega 3. Një studim ka treguar se përfshirja e bajameve, arrave kikirikëve janë të mira për shëndetin e zemrës për sa kohë nuk përmbajnë sheqer dhe nuk përmbajnë krip në tokë. Duke ngrënë 2 deri në 5 arra në ditë mund të ulni pak LDL-n me të paktën 5%. Arrat kanë lëndë të mira ushqyese shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, ushqejnë dhe mbrojnë shëndetin e zemrës dhe mbi të gjitha janë një mënyrë efektive për të marrë yndyrën omega 3, shumë e rëndësishme për aktivitetin tuaj të shëndetit të zemrës, gjithashtu edhe të trurit. Vajrat vegjetal. Përdorimi i vajrave vegjetal si lëndët siç është kanola, lule diellit e të tjera në vend të gjalpit ose dhjamit janë gatimet më të mira që mund të bëni në dietën tuaj, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të problemeve të kolesterolit dhe të sjellë rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Shtoni në dietën tuaj frutat siç janë mollët, rrushi, lule shtrydhet dhe agrumet. Këto fruta janë të pasura gjithashtu me lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe me fibër të tretshme, të cilat do të ndihmojnë në uljen e niveleve të problemit të LDL-s në organizëm. Ushqimet e fortifikuara me sterole dhe stanole gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë e rastit tuaj ushqyes dhe të menaxhojnë më lehtë këto komplikacione, citoi studimi. Sterole dhe stanolet e nxjerrë nga bimët do të rrisin aftësinë e trupit për të absorbuar më mirë kolesterolin nga ushqimi. Kompanitë janë duke i shtuar ato në ushqime dhe duke filluar nga margarina, lëngu i portokallit, gjithashtu edhe e përfshirë tek çokollata. Ato janë gjithashtu të gjendshme si te shtesat ushqimore. Produktet e sojës.
Ushqimi i sojave dhe ushqimi i bërë prej tyre, si tofu dhe qumshti i sojave, u mbrojtën një herë si një mënyrë e fuqishme për të ulur nivelin e kolesterolit. Analiza tregojnë se nëse konsumoni 25 gram proteinë në dietën tuaj ditore, atëherë mund të ofroni 5 deri në 6% ulje më të mirë të këtyre niveleve, duke përmirësuar më mirë shëndetin tuaj dhe duke mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj mund të jetë një zgjidhje shumë efektive dhe përdorimi i tyre si duhet. Omega 3 do të reduktojë nivelin e triglicerideve në gjak dhe gjithashtu mund të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës dhe të ndihmojë në parandalimin e fillimit të ritmeve anormale të shëndetit tuaj të zemrës. Ndaj pasurimi i dietës suaj me ushqime të duhura mund të jetë një mburojë shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit, citon Health.com. Shtesat e fibrave në dietën tuaj gjithashtu mund të jenë një aleat shumë i mirë ushqyes për rastin e përgjithshëm. Shtesat ofrojnë më pak edhe element tërheqës për të marrë fibra të tretshme. 2 lugë çaji në ditë me psyllium, e cila gjendet në formë laksative, mund të sigurojë 4 gram fibër të tretshme. Një portofol dietik ushqyes i uljes së kolesterolit, kryesisht vegetarian, zvogëlon gjithashtu nivelet e ndjeshme të LDL-s, triglicerideve dhe presionit të lartë të gjakut. Përbërësit kryesor të dietës janë frutat, perimet, elementët ushqyes, proteinat kryesore, ato të cilat do vinë gjithashtu edhe në anën natyrale. Shtoni gjithashtu ushqime të cilat ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë kundër luhatjeve të problemeve të kolesterolit. Sa më mirë të pasuroni dietën tuaj me produkte të duhura, aq më të lehtë do ta keni menaxhimin kundër luhatjeve të kolesterolit. Kolesteroli është një problem i cili nuk duhet të neglizhohet pasi mund të shkaktojë gjithashtu dëmtime të forta të shëndetit të zemrës dhe deri në humbjen e plotë të jetës. Kolesteroli është një substancë e dyllit, e cila duhet të menaxhohet si duhet për të evituar kështu komplikacionet. Çaji i jeshil mund të jetë një ushqyes shumë i mirë në rastin tuaj. Çaji i jeshil përmban katekina dhe polifenole, të cilat kanë treguar se përmirësojnë kështu nivelet tuaja të kolesterolit dhe këto komponent mund të eliminojnë edhe rritjen e tij nga trupi juaj. Ndaj sa më mirë ta pasuroni dietën tuaj me produkte të tilla, aq më të lehtë do ta keni menaxhimin e tyre. Ekspertët citojnë se përfshirja e çajit jeshil në rutinën tuaj ditore mund të jetë një nga alternativat që trupi juaj e ka më të nevojshme për menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit kundër luhatjeve të kolesterolit. Frutat e thata mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Një grusht me fruta të thata çdo ditë mund të ndihmojë të mbani disa kushte shëndetësore larg. Bajamet, arrat, kikirikët dhe shumë të tjerë janë ushqime të shëndetshme për zemrën dhe shumë studime kanë treguar se ato mund të ulin kolesterolin LDL. Pektina lidhet me molekulat e kolesterolit duke parandaluar thithjen e tyre dhe duke nxitur gjithashtu eliminimin për më tepër. Përmbajtja e lartë e vitaminës C që gjendet te limoni ndihmon në rritjen e mbrojtjes antioksidantëve të trupit, duke mbrojtur kundër stresit oksidativ i cili lidhet me kolesterolin. Shtrydhja e lëngut të freskët të limonit në sallata, pirja e ujit me limon ose përdorimi lëvorës së limonit në receta mund të jetë e dobishme për menaxhimin e kolesterolit. Spinaçi është një tjetër burim i gjethteve jeshile që mund të japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Ai përmban sterole bimore, komponentë që bllokojnë përthithjen e kolesterolit në zor, siguron fibra dietike që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe lidhet me molekulat e kolesterolit, duke ndihmuar në sekretimin e tyre. Përfshirja e spinaqit në sallata, në smoothie, në pjata të pjekura mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe të kontribuojë në një shëndet më të mirë të zemrës. Arrat. Arrat janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 dhe fitosteroleve, të cilat të dyja luajnë një rol të rëndësishëm në menaxhimin e kolesterolit. Omega 3 rrisin kolesterolin HDL ndërsa reduktojnë kolesterolin LDL dhe trigliceridet, duke promovuar të keni një profil më të mirë shëndetësor kundër këtyre luhatjeve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.